Këtu është horoskopi i martë 1 prill 2025 për ju. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Gjërat po shkojnë mirë, do të arrini të rikuperoni edhe një lidhje, ndoshta e keni egzageruar në një debat, por ka edhe kohë për të kërkuar falje apo rikuperim, udhëtime të preferuara. Demi. Sot duhet të bëni gjithçka me shumë qetësi, dëshironi një jetë që për momentin nuk mund ta bëni. Ndoshta ju ndjeni dëshirën për të ndryshuar ose për të udhëtuar, por dikush ziliqar ose nga xhelozia mund t'ju pengoj. Binjaket. Mundohuni të merrni frymë dhe të pushoni pak në mënyrë që të jepni më të mirën tuaj më vonë. Mos hiqni dorë nga i sigurti për të pasigurtët. Gaforia. Do të keni ide të mira, do të jeni në gjendje të tërhiqni vëmendjen e atyre që ju interesojnë. Jeta familjare ju jep kënaqësitë më të mëdha. Luani. Ju do të doni të ndryshoni, nuk ju pëlqen gjithmonë të jetoni gjërat e zakonshme. Në dashuri një dëshirë riling, por e kujdesshme për të mos provuar një person shumë, ai mund të zemërohet. Virgjeresha. Ju jeni një njeri kritik, analitik në arsyetimin tuaj, por tani nuk keni pse të humbni kohë në detaje. Sot shmangni nervozi që mund t'ju vë në gabim. Peshorja. Një nga ditët më të lodhshme, ai përpiqet të shkarkojë angazhime të rëndësishme për të shmangur konfliktet edhe në dashuri. Ju shpesh ndiheni të trazuar, por me të gjitha projektet në fjalë është krejt normale. Akrepi. E pamundur t'ju ndaloj, në këtë ditë ju vlerësoni më shumë jetën, ndoshta sepse keni qenë të sëmur në të kaluarën. Do të keni një dëshirë për të dalë, por shpesh duke përdorur mënyra të buta dhe inteligjente, të udhëhequra nga shisa e gjashtë. Shigjetari. Dashuria zë vendin e dytë. Në punë keni shumë dyshime për një projekt që do të nisë. Bricjapi. Shpallet një ditë e kontrasteve të vogla në dashuri. Ju duhet të bëni paqe me një person me të cilin kohët e fundit ka pasur grindje të vazhdueshme. Ujori. Sot mund të ndiheni pak të lodhur, por asgjë serioze, thjesht një nevojë më e madhe për relaksim dhe pushim. Ju mund të bëni kërkesa specifike në familje ose tek një punëdhënës. Peshqit. A jeni gati për të ngjitur malet dhe mos i nënvlerësoni mundësitë e reja. Risi në dashuri, sidomos për ata që janë vetëm prej kohësh dhe nuk mbyllen para ngjarjeve nga frika apo mosbesimi. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.